Në parafolsit folën për disa koncepte që mua në veçanti dy më prekin në mënyrë drejt për drejt. Shteti i së drejtës, utopi për Shqipërinë, dhe dorëheqja. Akti i parë në një shtet të së drejtës, që do të thotë një shtet i bazuar mbi disa rregulla shoqërore, rregulla morale, ligj, të cilët respektojnë njëri tjetrin dhe akti më sublim të respektimit të këtij shteti të së drejtës e manifestojnë tek instituti i dorëheqjes. Institut që fatkeqësisht, sidomos me të fundit fare që e pam ku 82 kukulla të bukura, njëra më e bukur se tjetra, votuan kundër kujt? Një prej 3 pushteteve, i cili është pushteti gjyqësor. Në një formë apo në një tjetër, pushteti politik ju kundërvu në formën e atributit të vetvetes të petkut të gjyqtarit, sepse si takon atyre, dhe vendosën të shqyrtojnë diçka që ato e konsideruan të padrejtë ardhur nga kush? Pushteti paralel. Shteti së drejtës bazohet në gjithë dim ke check and balance, kontrolli qarkullues i këtyre 3 pushteteve. Kontrolli i cili në 2 momente kur ne kemi një majorancë të kualifikuar, të cilësuar aktualisht, 2 deputeti blejmë, nuk është problem, në të cilën mund të ndryshojmë ligje, dhe kjo është fakt, dhe kemi dhe një qeveri që e kontrollon këtë, do të thotë që 2 pushtete janë kundër një tjetri. Kujt? Gjyqësorit. Pra shteti së drejtës ka rënë. Pse ka rënë? Sepse në numra, në kontroll, nuk realizon atë që është funksioni i ekuilibrave. Kjo çfarë prodhon? Prodhon institucione dobta. Pse? T'ja u jap me shembull konkret se për filozofira mendoj që secili nga ne është i aftë për ta bërë atë. Ne kemi problem me zgjedhjen e atyre që janë përfaqësuesit e institucioneve kushtetuese që konsiderohen të pavarura dhe të parashikuara në kushtetutën tonë. Kalojnë nga një komision parlamentar. Kush janë përfaqësuesit e komisioneve parlamentare? Sepse mua personalisht apo juve të gjithë po të shkojmë dhe të paraqitemi tek këta individ, do të shohim CV-t e tyre kush janë këta që përfaqësojnë vullnetin e popullit. Atëherë duhet ndrojmë popullin, se këtu i bjet. Nuk i bie ta ndrojmë dot popullin, se populli ky është. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Duhet ndikojmë ke mendimi kritik i këtij populli. Si ndikohet? Përmes medjave. Edhe këtu prekim femrën e Akile që u tha më herët. Po s'është vetëm media. Media është një zgjedhje, në fundet shumë nga ne jam e bindur që si shohim fare lajmet, nuk shohim fare debate politike. Kanë TikTok-un, kanë Instagram, Facebook etj etj. Rinia. Ne kemi pyetur ndonjëherë veten ne ke kjo rinia që kemi nxjerrë, sidomos e 10 viteve të fundit, fatkeqësisht dhe flas në cilësinë e pedagogut për te avokatit, se çfarë rinie ne kemi të aftë për të ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë në ushtrimin e vullnetit të tyre për të përzgjedhur përfaqësuesit në parlament. Jam e bindur që përgjigjja do të jetë negative nga gjithë ne në kuptimin dhe bot kuptimin e tyre. Nuk din kë zgjedhin, por ndikohen nga kush i thot të zgjedhin çfarë. Se shkon ai dhe i ofron vend e punës. Fiktive, çrëndsi ka, por ne kemi edhe shembull eklatant, 24 vjeç zëvendës drejtori i përgjithshëm një porti. Nuk ka rëndësi, mund të jetë njeriu më i mirë i botës, më i afti. Mua më pëlqen të jem drejt për drejt dhe fjalët i them siç janë, publike. Por 24 vjeç më tregoni ku është eksperjenca. Sepse ne këtu jemi 40 e sipër pothuajse të gjithë, kemi bërë një eksperiencë jetë, një rrugtim jetë të paktën secili nga ne është munduar ta bëj. Të mirë apo të keq qoftë, partjak apo jo partjak, politik apo shoqëri civile, aktivizëm puro për të mirën e Shqipërisë. Fundit Kennedy, tash po bëjmë dhe un pak filozofe, mos pyet si ishte ajo, çfarë bën vendi jot për ty, po ti për vendin tënd. Ore për vendin tonë ne bëjmë shumë, po kush nuk na e lejon ta bëjmë këtë? Partitë politike. Po e marrë me skem, sepse është vetëm mënyrë për të dalë në rezultat. Partitë politike që drejtohen nga kush? Njëri është me gjithë respektin që un kam për zotin Berisha si ish mjek, azi më shumë, 82 vjeç. Ne jemi 40. 82 vjeç. Nga në aspektin e mendësisë, frymës dhe demokracisë, demos, populli dhe gjithë derivatet që prodhon kushtetuta, kemi një problem me mendësinë. Kemi zotin Rama. Sot është një njeri me një pushtet absolut. Në kohën romake, por në kohën greke, helenike, më saktë, quhej oligokraci. Ne sot jemi në oligokraci, nuk kemi as autokraci, jo. Pse? Sepse edhe vetë individi autoritar që ushtron pushtetin, që zoti Rama është detentori, mbajtësi gjithë pushteteve,
përfshirë deri diku edhe gjyqësorin, dhe do të ndalë në fund, qoftë më lejon edhe 5 minutë të fundet, një çike gjatë, është i mbështetur nga paraja. Kush para? Para e këtyre oligarkëve që ne themi nëpërmjet proceseve të kujt? Tenderimeve pra. Se tenderimet janë procesi që mbajnë në këmbë oligarkët që ne qahemi gjithë ditën nga mëngjesi në darkë. Se oligarkët pa paret e popullit tona, taksave tona, nuk kanë se si të gjenerojnë të ardhurat tjera. Nëse shteti i lejon atyre të bëjnë evazionin fiskal, ku 80 milione ka kodi penal, dhe ata e bëjnë 80 milion euro, jo 8 milion djetra, apo 81 euro, për marrë 1.100, atëherë do të thotë që janë të lidhur, pra jemi në oligokraci, sepse kanë një ndërlidhje të bashkëpunuese me njëri ku përfaqësuesi publik është kryeministri në këtë rast jone. Dhe dalim ke gjyqësori, themra e gjithçka e ke sistemi drejtësisë dua ta mbyll. Gjyqësori jon ka probleme strukturore, ka probleme kuptimore, ka probleme interpretimi dhe më e keqja, e thënë nga një avokat evropian në këto momente, fryme. Nëse ne konceptin parsor e kemi burgu, dhe kur vjen puna në interpretimin e normave juridike, gjyqtarët, prokurori është akuza, prokuroria punka, dru do japi. Ky është funksioni vet. Si avokati, mbrojtjen do bëj mbrojtje. Por gjithmonë në respektimin e kujt? Ligjit. Por ligji interpretohet në frymën e mendësisë, në frymën e demokracisë dhe personale. Kur ne kemi, dhe prandaj lidha me Rinin, kemi një ignorancë të theksuar në kuptimshmëri, në dije, në koncepte, në formim, në paanshmërinë e të qenurit individ me mendim kritik, automatikisht gjyqtarët tona nuk mund të jenë të pavarura. Ne këtu flasim për fjalë pavarësi, integritet. Pavarësinë ta jep vetëm dia. Gjyqtarët tanë, ish një grup i klasifikuar, fatkeqësisht nuk shquan. E tregoi shumë mirë profesor Kabër kur i bëri pyetje shumë prokurorëve dhe gjyqtarëve që s'dinin minimalisht një libër çfarë kishin lexuar. Do thoni ju pse i merr këto shembuj? Marr shembuj sepse formimi i secilit nga ne dhe atyre që ne duam t'i drejtohemi për çfarë? Për të mirën e këtij vendi me që të jetojmë këtu, pa përtikë shkollaj. Për të qenë rob, sklav në vet huaj, siç është thoshte Çoran. Është shkollaj. Problemi është këtu. Dhe gjyqësori jon i nështrohet kujt? Vullnetit të personalisht kam respekt për një pjesë të trupës gjyqësore që ka treguar guxim, por jam pak. Kam më pak respekt për ata të cilët kanë frikë dhe heshtin. Gjyqësori në momentin që hesht ai dhe nuk di të mbroj vetë